Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët në Dita me ne, si gjithmonë në DTV Media. Sot të ftuar e kam Rifat Ademin, një shkrimtar i cili me të vërtetë e njeh zërin e të letërsia shqiptare. Do të flasim për rrugtimin e tij, sfidat, aspiratat e tij, gjithçka që ka lidhje me të në përgjithësi. Mirë se erdhe zotri Rifat. Mirë se u kanë gjetë, faleminderit për ftesën. Si po ndjeni sot që jeni pjesë e këtij emisioni të pasdites? Mirë shumë, faleminderit shumë. A mundemi me fillu me fillimet e juaja, pra ku erdhi ai pasioni, dëshira për të shkruar? Faleminderit edhe një herë për ftesën. Gjithherë kam pas dëshirë më shkruaj, mirë po ne do të referohem veprës që është më kryesore këtu për Bersher Vinacin, duke i ndëgjuar rrëfimit për gjyshin tim që gjithherë jem flit në paroda të ndryshme, edhe qytete të ndryshme, edhe kam menduar si dikur në do t'i shkruaj në punë. Me thonë vërtetë nuk kam menduar që unë do t'i mbledh edhe t'i shkruaj. Duke ndëgjuar në paroda, gjithherë duke thonë po i dalin, kej që ka thonë Bersher Vinaci, anjëherë me një mosbesim shumë të madh, po flet në një farë mënyre gjëra në qiell, në hava, ose budallakina si përdorin populli, kam menduar me njëherë me thonë, po thonë çdo kohë, çdo odë, çdo bisedë në qytet, në çdo kohë oda ku ose ndejet e ndryshme, dasma e të ndryshme që po dalim fjalët e tina, atëherë kam thonë, pse nuk i mbledhur, në një farë mënyrë merr dhe ai forca shumë shpejt, edhe e kam bë, edhe kam filluar se unë jam rrit me të thënat e gjyshit tim në paroda qyse i vogël prej migjallarëve të gjyshit tim, babës tim, edhe të gjitha e kam dëgjuar. Mirë po i kam seleksionuar dhe nga plesë të ndryshëm thënjet e net e komar që e kanë dëgjuar ose djalë e tij veç. Direkt i kam marr pjesën e madhe, direkt i kam marr nga personat të cilët kanë nejtë me gjyshin tim, edhe i kam shkruajt, e kam kam klasifikuar në 3 pjesë, i kam dhënë edhe në fund, jam kam dhënë formën edhe dorën e fundit për me botuar, edhe në kohën më të vështirë, në kohën e pandemisë e kam botuar, e kështu që edhe pandemin gjyshim e ka parashikuar që ka thonë, pas 100 vite do të vi një dergje madhe që kërkosh nuk din çka është edhe tek është, kanë më mbyll kufit, as me hy, as me dal, kështu që ajo është realitet vitin. Pas ka parashikuar në farë mënyre. Po, ka parashikuar dhe ashtu ka dalë, edhe gjërat e tjera kështu. Edhe përsho që shkrimi pas ka një vend kohë special zemrën e ju, pra që nga gjyshe, nga familja e ngushtë. Gjyshe shpisë. Po. A mund është më nga tregu pak për raportin se ke pas me ta? Jo, unë raport që kam pas se gjyshe im ka vdek me 6 janar 1946. Pra nuk e keni taku, por vetëm rrëfimet e jeni marrë. Ka qenë më ushën 4-5 vjetë, ose 6, kur ka vdek gjyshe jem, kështu që mirë po unë i kam marrë direkt të thënat e gjyshe tim për njerëzve, të afërmet mi edhe miqve të gjyshe tim edhe të gjithë që kanë qenë në paroda të ndryshme, kanë dëgjuar fjalët e gjyshe tim, do më thonë i kam marrë direkt dora e para dhe dytë, nga personi i cili ka nejtë me gjyshin tim. Përsho e kemi pra këtu një vepër të shfaqur në studio, a mund është me nga tregu ma shumë për këtë vepër? Pra, pasi është monografi për gjyshin, për Bersher Vinaci, po them, gjyshi i ri i vjen, do më thonë, në kohën e Turqisë, vjen, që me thonë, thirrja, edhe shkon asqeri mbretit, Turqisë perandorin otomane, edhe që ndronë 12 vjetë, 6 vite ka nejtë për vetën, 6 për vllahun e vetë, Sheqirin, dhe ato vite nuk ka shpim. Pasi u kthyn vitin 1913, edhe fillon vinë me po, me vetë që ki kalu këto 12 vjetë për po shtëpin, babë, nanën, edhe fillon me njëherë tregimet e tina për të ardhmen, gjithëherë për me një mosbesim të madh që ka shtu folë ky, që i ka parashiku luftën me Gjermaninë, me krejt që komondo Rusia, komondo Jugoslavia, më formu, na kemi me metë ndër Jugoslavi, të gjitha këto, edhe dal nga dal duke thirrë në paroda të ndryshme, fillon rrëfimet e tina, për shembull thonë, pasi ka qenë nga Mitrovica, do të bëhet një luftë që në Kosovë, që do të quhen
Serbia do të bën, do të mundohet me na shfarosh krejt. Lufta ka thonë për Mitrovic bëhet. Ka filluar vendet të ndryshme, domethënë pjesë ndryshme të Kosovës, po si pikë kryesore të referimit e ka Serbia ka thonë ko Mitrovicën, edhe një kohë do të jetë Mitrovica ndo me në rojtorën aton, njën keton. Sot është fakt edhe sot ende keme, edhe ka thonë Zoti e din sot do të qëndrojnë një kohë ndom. Kur të bëhet lufta ka thonë, të partë më rinjë dritë zi, saksisht kanë dohet kështu gjatë luftës të fundin do të 8-99, ka më ardhë haberi, si ka thonë gjyshi, këthenu se lufta o kry. Edhe ata të fundi që inë kufi, ka thonë, hudut, pe përdori fjallorin e gjyshit, në kufim e Shqiprin, ka thonë, do të rinë sa e hanë tjetë një duk talë, sigurisht e din kjo pjesë më rinë do shta jo, thot, aqë do të rinë edhe do të ktheje në shtëpi. Cilat kanë qenë ato sfidat më të mëdha që i keni pas gjatë shkrimit të këtij libri? Sa kohë ju ka marrë? Drejtë me thonë, do shta një vetë të gjysh dy, po nuk e kom pas problem për mi di gjërat, po problemi më i madh ka qenë që unë me gjetë ata njerëz, mirë po edhe i kam bërë shënimet, po jo prapë me thonë që unë do t'i bëtoj, po si shënimet vetë të mija, i kam marrë njerëzit autentik që kanë bisedu me gjyshin tem, që kanë parashiku krejt, për shembull Mitrovic, tuneli do të bëhet, do të shpohet kudra e bojrit, sot është tuneli, fakt, nuk i ka thonë tunel që do t'in tjetë, do të dalim këtë pjesë, do të dalim anën tjetër, një shpinë bajt, Mitrovic është monopoli donë, që tash ajo shkatru, kur nuk do të ndërtohet, tanjis fundit është shkatru krejt, edhe pse është mundu më rindërtu, nuk ka mujtë më ndërtu, faktikisht edhe saksisht ka dojtë që shka thonë gjyshi, kur më remet nuk do të bëhet. Aty ka qenë edhe vori i konzulit rus, Grigori Shqerbrin, i cili rronë mirë që në tretën në Mitrovic, aty ka qenë, ka thonë, saksisht në vërtina do të marohet tuneli, edhe ku të rrethuhet qaj vori në popull që të në Mitrovic vori kanë gjallozit, lufta do të bëhet në Mitrovic. Po mundë me paramendu, ndoshta ka qenë edhe ma sfiduse për me shkru për kësi lloj tema pak ma tronda, shkaku edhe për mbledhjen e fakteve, pra edhe e përmendet edhe besueshmërinë, gjithçka du të me qenë besoj e drejtë e sakt dhe e faktuar ndoshta disa herë për me mujtë edhe me qitë në votem. Po ju kom referu të dhënave dhe shkencore, do më thonë se edhe kam magjistruar në edhe kam ja provinë që si bëhet një punim shkencor, gjithherë duke referuar fakte që janë të arsyeshme. Ju kom referuar njerëzve që kanë bisedu me to, po kur e kom krahasu me të gjitha gjëra që ndodhin, atëherë kanë qenë faktike edhe të vërteta 100%, për shembull një nga ato për shembull si sfiduese edhe ka qenë për mua, për shembull kur kam dëgjuar që Jugoslavia që kom formuar nuk do të mbesin me Jugosllavi, kush do të thotë që i kom met në Shqipëri, kam i shku kryt. Kush thot që kemi met në Jugoslavi, kam e pështu. Atëre, kjo përputhet me marrëveshjen e Bujonit, konferenca Bujonit, ku në matësinë e Krasnicës atër është majtë konferenca, ku është shkru marrëveshja që ne jemi të taku Shqipëris, pasit të kryet lufta dy botërore, mirë po kjo s'ka ndodhë, me njëre ka pasu okupimi ushtarak për i Serbis, që majtë kjo konferencë me 31 dhe 1 dhe 2 janar vitin 1944. 31, do më thonë dhjetor, vitin 43 dhe 44. Kjo ka ndohë saksisht ashtu që ka thonë gjyqin, do të ne do të mesim nërë Jugoslavi. Kemi me vetë, ashtu kemi me. Mirë po, edhe ka parashiku formimin Jugoslavis, edhe shkatrimin Jugoslavis, pikërisht në një konferencë, ka thonë, në një konferencë të madhe, në një skupshtim të madhe të ato i ke, ku aty do të shkatrohet Jugoslavia, edhe përfundimisht. Mirë për edhe ka parashiku që Jugoslavin do të vdes një njëri i madh, decisivisht ka thonë ndrysh, e ko emnin, ndrysh kanë vjetu në edhim Josip Broz Tito, ka qenë, emri të më thonë që është tjetë Tito, do të mbanë 40 vjetë, 10 vjetë asanes gnej, edhe do të shkatrohet. Pas vdekjes ti në edhim që ka vdek me nëbajt 1980, është shkatru edhe do të tjena shumë të mira për to. Ka thonë kështu shpremisht.
mos foni keq për to, se shumë të mira kemi pas për to. Do të vjen një parti me yllin ballë, thot, e sa të muni hini to, edhe njerëzit duke thonë thot Bershir, po si me hy kur është rem, domethënë është pjesë e Rusisë, e Slavit, ka thonë. Jo, se neve askush po na pyet, po hyni. Si sa më shumë parti, ata nuk mundën me fol keq për juve dhe ashtu ka ndodhur. Mirë, por shumë të mira keni me pas për ti. Në një farë mënyrë ne edhim kemi pas një zhvillimatëse i kemi pas të gjitha, do me thonë. Po prap kemi qenë të okupur, po ato të mire që i ka thonë, atë kanë qenë faktike që s'mundet me mohu kërkush. Pra gjyshe pas ka pas një dhunti, një dhurat, ndoshta që po e shohim këto live në studio. Po urdon nëse unë i kësa shtu, dhe thonë, Vazhdoni, pa problem. Po edhe ka thonë kusht falet, ata njerë që predikojnë finë islame, ka thonë një vakt me folë për i Shqipni, se hari vjen për i sojna. Komi mbyllë, ka thonë, të gjitha objektet fetare, edhe në fund, edhe është të ka nduhet 56-57, kur merë me vendimin e komiteti që ndrorë të atërë shë Partisë Komuniste të Shqipërisë, merët vendim, mishka tru kisat edhe qamiat, edhe pas dijet në vitin 1997, në dheshin, kur veç fillon në demokracia në Shqipëri, i këthen kisat dhe gjamiat, mas andej e ka prapo shkatrimin e Gjermanisë, do më thonë ndarjen e saj në dy pjesë, jo shkatrimin, po ndarjen si Gjermani unike, një pjesë ka thonë do të marrin Rusët, një pjesë Amerika, edhe pa murë me duvarë, si ka thonë gjyshi, do të ndahet Berlini, edhe të qëtër shikonin me havit, të tonë po qysh, i tojnë me një ndajnë në pisë, atje të mutrave dhe të në Bershir, thot, të muri krejt dy janë, thot, Gjermania qysh, thot, se ka morë dhe janë, po komandon, 50 viti komenej në damas, edhe saksisht ka ndonë vitin e 51, është bashku, është dy muri Berlinit, dhe tur 89-ën, 90-ën, mirë po ka thonë në qatë ko, kanë me mjetë tinkat Stalingrad, në qyteti sotëm i Volgogradit, 42-43, dhe më thonë shkurt 42, edhe qershor 43, ka zgjatë kjo luft, me aleancën me Angli dhe Francën, Rusia mund Gjermani, kjo ka ndodhë saksisht, ku të gjitha tinkat, a i ka thonë hekat edhe tinkat kanë me mjetë Stalingrad, saksisht ka ndodhë ashtu. Edhe pa thuj që kjo muri Berlinit ka thonë gjyshi nuk do të ketë hajtë për neve, s'ka kosh nga me ndorë, sepse më thonë u hapë demokracia në të nërë, Shqipëria dhe në botë, edhe kështu që fillon sfidat e tjera për neve dhe për gjithë të tjera. Mu po më bënë shumë përshtypje, ajo njëra parashikimit, se tash ndoshta nuk është ajo shumë dhuntie, mendjes, por edhe lexime, kuptime, do të me pas këgja një farë trurit zhvillum për me mujtë me mbajt mend edhe datat e këto, po edhe me analizu se çka do të mund të ndodhë pastaj. Po, i ka parapot të gjitha këto, gjyshim nuk ka qenë i shkolluar, ka qenë, në më thonë analfabet, nuk ka të shkrim lexim, po të gjitha i ka thonë me dhunti që edhe në tash mundi me thonë pse qysh, asun se di pas kërkur se den, mirë po për shumë gjare, për shembull, tek ne një gjare në fshat aty, ishin duke i rujt baktin, edhe është një galani, që i themi në emrin e ka pas edhe sari, edhe thot, unë po shkoj me hongër buk gjyshim, thot, rrini ju që ty. E kur kthehet, edhe aty një vijë ujtë në me Trovisë është Ibri, edhe duke marrue atë vadën me drujt, me thupra, mësin, edhe i bjen që kishin uje, kur vjen gjyshi jemi, pa ovit mirë, thot, galana pas ke hup, thot që kishin, duke i referu, do më thot qëfar dhunti e ka pasin, nuk ka qenë ato, e ka di që i ka hup, thot, po ku ditë, thot Bershetit, thot, po thot, e ke hup mirë, po shtytu, thot, që ku ki, ka thonë edhe që ku është. Kjo është një dhunti që askush më e din, vetëm Perëndia ka qumë, kështu që një rast tillë me thonë, jo vetëm gjare që ka di ndërkombëtare, mirë po, është edhe në rast në Kovačić, i cili ka humbë, ka shku ushtar SS i Gjermanisë, edhe thotë, në be ka pas emrin, edhe shkun dy vllaznit e tina të gjyshi im, edhe duke trokit pa u avit mirë të dera, i thonë,
me thirobe shirë kur kanë këthirë ka thonë, hajdeni se mos e poni marak se ju vdhaun e ju e keni gjallë. Edhe ata thonë, po si është e mundur, thotë që këj pa bisetuna. Edhe jo përshkruan të rrugën ka kom orë, nuk kom orë shpit vetë, pa kom orë një shpit këjshis aty. E aty kanë mi quat femi, kom ju të regu, me thonë, hajdeni, kom e shku në shpit tina, kom thonë, hajdeni se orë në bihi. Këto për them dhe i shembull që e dëshmon ato, sepse një dhuntie për endisje ka dhonë, e ka ditë, me thonë, jo vetëm gjari historike botrore, po edhe gjërat ndoshta si të një. Ato të përdemshme, të përdetme. Po, për familje dhe saksisht ka ndonë ashtu. Cila është ajo historia preferume, ndështë që e ke dëgju për gjyshen, diçka që, ndështë ajo dha që mua dhe po diçka që të prek ty? Po shikone për gjyshen, unë e kom të gju që, të më thonë, shka ditë ose në gjashme, po duke vrit të gjitha në gjore, duke orë kohët e më vanshme, të më thonë, duke rritu, po duke u ofru të gjitha në gjore që e kanë dojnë, të gjitha e kanë dojnë saksisht dhe jënë vërdetu, edhe atërë ndoshta Perëndia ka shkruaj që unë pjesën e madhe mi po me sytë mi, edhe me thonë këtu të gjitha dolen për shama. E ka parashiku për shama, edhe ka thonë, dhe saksisht ka ndonë që një njëri me haritin badh, për kryetorin e Rusisë të tërshme, ka thonë që ka me shkatru Rusin, edhe këtë dujeje kanë me edosht. Edhe saksisht ka ndodhë ashtu me kryetorin e Rusisë, i cili ka qenë të atërshme edhe merë çmimin Nobel për paqe për ndonjën e Rusisë. Serbia ka thonë do të sulmon Kosovën, mirë po kanë muquë krejt bota, me gjylet dukate, do me thonë, me vlerën që ka pas ato bombardimit, edhe kanë me largu. Me shkatru jo, po me largu. Ne do të fitujna, ka thonë, mirë po, do të kemë problemu do për Serbi sa me hongër, do me thonë, figurativisht e ka thonë, që po përputhet, sot me 26 vite po bohan, që ne edhe nuk i kemi kryu punë Serbis, edhe ka thonë, është zërë sa me përbi një kërë, thera, në një figurative, ka thonë, saksisht, po ndodhë shtu. Të nën Mitrovic, pasi ende është ndome, 3 kanë më maru në një ven aty, të 3 sovjeteri që të në, unë më bojnë men, aty ka qenë fush, ka qenë vetëm dhe, e tha me durët veti kështu më fund, 3 kanë shetot, kanë më maru 3 apijat mëlaj, 3 dërtesat mëlaj, që një katun kanë me hi për një derë. Mas andej i ka parashiko për shamull Gazivodin, që është apo ujmoni tani, duke nejtë në odën e Delis për i qabre, Delive, të biseta e komorë, të gjitha më të tike për njerëzve që e kanë digju gjyshin tim, ose ata babën ose gjyshin që kanë nejtë me gjyshin tim, këto kanë qenë oda që baba em që tërë, përkatësisht gjyshin jem ka shku edhe ka nejtë, edhe veshë tha setërën të edhe po qohë, tha rebe setërën, ju edhe këshyre natë për i koloshini, natë ta njënë në koritom, se qabra është në pjesë e fundmit, ku janë shqiptaret, edhe ne jemi afer, thot, ko më mshet, tha gryka koloshini, tha kosh o gjohë, tha për e tha. Ku më rëbëshet, edhe pas shumë vitës, do më thonë, vitin 1971, ka fillua me ndërtu penda e ujmonit, edhe ka përfundu vitin 1979. Kjo është saksisht që shka thonë gjyshia. I ka parashiku në gjërat e ndryshme, për shembull mu, pasandej edhe përveshjet grave, nodën e Sefedin Aslanit, për i përshkruajnë gjërat autentike që i kam dëgjuar edhe vetë, për Homzës në vërtet, edhe Sefedin Aslanit, po Homza Bab Sefedini, edhe sjellë thani tokë, kështu, rrëdgjishti thotë, çka bërshë thotë, për shazoti për birtë unozë, qa për birojnë, për unozë, teshat i grove tuna, kena me takuna, kemi zatet kështu gjohë, thotë, po që shë bërshë, ishte kohë, kur dim ato vërshët me feregje, me dimi edhe shumë. Po pa tjezër të një stet tjetër, në fakt. Nuk kanë vërsu edhe të gjithë të edhe faktikisht kanë ndodhur, edhe sot përveshje grove, për përinin e femrëve tonë, kanë më shkudu, kanë më shkudu shqiptarë, ka thonë pa i grovë femrat tona, sorëm në havo, edhe ka parashiku edhe ato të gjitha, do me thonë i ka parapash të gjitha, edhe për shkodhimin, edhe për na neve që na qash do të prishimi, sa do të ka thonë do të mushën shpijat me grajgji, ka thonë, për kohën e qotë.
Qysh me grajzë, thëtë, jo, njerëzit kanë më bo grajzë, nuk kanë më pas qef me po njëni tjetërin me sy. Ko më bo dhe temi madhë, meremet shkret. Vetëm bullat, dhe më thonë, qarprejt kanë me metën të. Ashtë fakt sot kemi emigrimin e popullsisë, sot kena banesa, ndërtesat Pra gjitha dhe ndryshimet shoqërore në fakt një mënyri pas ka parashikuar. Po, meremet shkret. Për shumë dhe në Mitrovistët, do të kapet Zhabari, Vinorci, këtu, do fshatra të i thema të, që nuk do dijet kur atëre kur i ka thona atëre, për mojmë edhe në vunë Mitrovica, ato fshatra vishë kanë egzistu, jo me shpia sot të gjitha janë të ngjitura, kritë gjithë herë, do më thonë, po edhe në fund e ka parashiku që ka thonë, do të bashkohen të kërë shqiptare. S'pe thonë për nga unë patriotiku, po thëmë që ka thonë gjyshi, edhe të gjitha janë donë, edhe janë vërtetu të rime tanë. Ka më rëkua për shemon, kanë mu për një shpithët 100 parti, sa di kena autentike. Pse shkova me nejtë, ka thonë. Ka me koni ko që të merë monde mi shku me nejtë të etikosh, ka thonë, mirë po mas 5 minuta dhe mërziti, për thonë, pse shkova me nejtë. Ja dhe ka para pa, për shemon, bashkë me gesht, ose me telefonin, që edhe kur ka thonë, nuk ka qenë televizioni, e të tjera, Kosova ka thonë është bashkë. Mas andej, e shojmë i sot në njerës, kur kanë dje shumë të madhe, nuk janë të, nuk janë privilegju, po janë shkeni nga shoqëria, si e shojmë në sot, edhe i ka ilustru me fatë, ka thonë, sa më podon, as ma i meqëm. Nas të ilustrujmë, ne kemi shumë sot, gjërat e tila, drejt folet, po drejt nuk punohet. Gjithherë, komë ju ditë fërkemi gjithë të kujnë, do të thonë, fërkemi është bashkë Shqip, ku fërk ka kaluar njeriu, së gjithë kush po ditë me veprën e madhe, komë u hjek fërregja, për thëmë një gjarë autentike, plako nga fshati Qapët, që më komë se du me djallin e tina, i që ka të regu, thot, bab ku ke, thot, vallaj më skofsha kërkon, thot, u takohë me Pirshirin, se rrugën për gjatë Qaprës, kalon në përfshatin tim, edhe thot, u takohë me Pirshirin, po thot, i stranu krejt, thot, kanë mu hjek, thot, fërregjet, thot, edhe kanë të nëzanë hëshmi, thot, ka me shti në bërg. Thot, ju breqysh, thot, pasha zuti po, edhe nuk shkon ko, vjen koha që në 57-ën, me vedim Partisë Komuniste, tish Jugosllavi, për shumë, meret vendimi që mu hik fërregja, dhe me të vërtet është, do me thonë, ka ndodhë ashtu. Mas andej, shumë që është ma interesant, duke ne aty të një mullinja aty të ime dhe ishtë dhit, për pare kanë qenë bërimi e eksistencët poplit tonë, thënë, emëri dhisët sa mirë, po kollatni, po zëtë të juj, ma vonë, kanë më ju pas madhë për më ju po, thënë. Bërse, thë qave të ranumër, thëtë, kështë vetit iska. Se gjithë thaj nuk i përserit ke. Njere ka tonë edhe më me thonë qatë e thëtë, nuk i ka përserit. Që të dhitë, thëtë, ko më ordhë që me jam bledhë, saksisht ka ndonë, mas i ka hyrë sistemi komunist, mas 47-ën, i ka mbledhë, kush ka pas dhi, do më thonë, këtë kash, i ka mbledhë, ose i ka shtinë burë të gjithë ata që i kam përhonsë. A një manit ju gjatë kohës, pra duke i po këto ndryshime, duke ndodhur, adën, nashta ju ka ndohë pak të pabesueshme në një kohë, për duke ndodhur? Po, dhe mu, po siri, po kom thonë, si edhe ta shtritë që të një ju, ashtu, po gjithëre kom pas, se merre me shkrimet të ndryshme, mirë po thonë, o të gjitha po donim, pse nuk i shkruju, ne, edhe kom dëgju me vesh të mi prej njerëzve, edhe ata që ka nejtë me gjyshin. Tim, pe përshku një njërë viti 1934, ne kemi pas bashkësim lokale, apo ku nxjerrim dokumenta, si komune kemi pas veçanin, sa të komunë që i është, edhe duke nejtë në reshta me votue, gjyshi im thët, pasha zotit thët, kanë me prikrolin, thët, Sërbish, Aleksandr Karagjorgjeviqin, edhe më t'i ata dhe i largohen, thët, kjo të ranu, thërë, si është e mundur, thët, kanë me prej krolin, kanë me mytë, në këtë formë, kanë me prej, që është e mundshme, kanë jetë me njëtë vidimriqit aty një kushëri, edhe thët, sonte kanë me prej.
saksisht e ka prej, ka qenë vitin 1934, pasha Zotit thot, kanë me prej krarin e Serbisë, zonë të në Francë. Vete qesin ka thonë, vete presin. Do më thonë, e kanë qitë, mirë po e kanë prej, saksisht kjo ka ndodhë në vitin 1934, kur në Marseille e vrasin mbretja, apo krarin e tyre Karađorđevićin, saksisht e kanë, kur imi qutha e kanë mytë, kur imi qunë me ngjesta, krejtë fshatrat edhe qyteti ishte mbuluar me gjendarmeri, do më thonë, saksisht që shka thonë, si pas aty në i budalla i ka donë gjërat e vërteta. Pa tjetër në atë kohë, nashta u kona e tendenca me etiketu dikën, në kësi lloj mënyre, po ndoshta se kanë ditë bash vlerën në atë kohë. Jo, po për kohën edhe ka qenë edhe arsyeshme pak me thonë, kur gjëra që i ka thonë ajnë, nuk ka qenë të kapshme për shembull, ose me thonë, si me thonë tash kom me marru një aeroport këtu, thu për te a jenë mes, si thua kështu më marru një aeroport, ashtu edhe gjëra që i ka thonë gjysh janë. Për shembull, ka morë kohë që ne kemi taku, që asiri, do me thonë, ishtë sërbet, ka me ronë të osë, ka me pas kohë me e marë, se që do të për shembull intervenimin e trupave në kufi me Gjermane, kur i thot, edhe i ki edhe 28 minuta për mu largu të resa flet. Do me thonë, qatë shpejtësia, a i ka mënyrë figurativ, ka thonë, miro kapuqin tokë, nuk me pas vakt për me marë se do të largohet. E ka thonë, e ka parashiku hyrjen e NATO-s. NATO-s ka thonë, po, ku të qohësh ushtori uj paradeja, do me thonë edhe forca ndërkombëtare që në kanë shliru, ku të qohësh e ke ushtorin e huj paratere, shpijat ka thonë do të mesin pleq dhe plaka, që unë për veti si kom besu kur i kom patëm, se ne kemi sërbet afer, kemi pa sërbë më shumë, kom thonë, qysh e mu baba më thike, djali jam që shtu babgjyshi jam, baba jam ka thonë, një babgjyshi jam po, thëtë që shtu kena më mjetë edhe, unë nuk kom besu fare e ka thonë, jo më rësështë e mushë, na të shkejmë me një, nësë është e sakt, 84.000, nësë është e sakt po thomë, 84.000 familje vetëm pleq janë Kosovë që rrinë vetëm. Tash në guri një fundit, kjo vërtetuat edhe ne shumë një gjore nëse është në rëndësi, për shumë edhe nëse fokuson kamera, është në ku thot Ndajkovc, është një vend të Leposavici atje, as milicia, as ushtria sërbe nuk ko me hi, edhe në Brus, që është fakt që nuk kanë hy, edhe një banor i asojone më thot, i nderu më thot, ku në ka thonë një bje vinarset, që është martu, më kushtovë dhahiz, ka thonë, ziteri ka përsërit fjallët e gjyshit tim, po i ka thonë, jo mërë atëm nuk jënë të vërteta, po personi që mu kam bisedu me ta, ka thonë, i shodha i dole tash, që ja ka bo bajat, da më thonë, ka thonë, mos fot për i dhe Hala Sofise, së është e mbosh me kodin vërshiri, nuk kanë me hi policia në Ndajkov qatë vend që aty ku është e Bistrica e Sholës, të Leposavici, as milicia edhe në Brus, në pjesën Knera, Bromënishi, pjesën Mitrovicës, kanë më mlidhë popullin, po nuk ka me hy as në Bataher, as në Sujat Batajenit, as në Ndajkovës, as në Brus nuk kanë me hi policia. Saksisht kanë ndodhë një gjari që kemi përritu ne, Kosova ko me marë ato në sufrin e dytë jënë parës, nëse referohemi konferensën Rambojes, ne ende nuk jemi plotësisht të se kemë rezolutën 1244, ne jemi pavarë, shëqyrë zotin, po, edhe mas do të mlidhen të bota, ata kërët matë mdhaj, në qatë në sufër të madhe, do me thonë një konferencë dytë, por vetëm basit vrojt një njëri i madhë Mitrovic. Gjithërë, tash më shkon, do me thonë, trupi mërsjetet, kërë e them, se nuk kam qef asë një njëri më vrojt, po këto, që atëhere, kome ndërhy jashtja, referohemi gjysit, tëtë, që kome ja kalzu venin që do kune, edhe kanë më mbledhë, edhe pëse me siguri do të ndodhë, ashtu.
Qatë kanë qenë ato momentet ndoshta më të mira gjatë shkrimit të librit. Ato momentet që më bëhen mend që jam të shkru këtë libër, jam të ndi totalisht të mbërthym në krejt përmbajtjen e këtij libri. Po, që se drejtin me thonë, duke marrë parasysh edhe moshën time, duke i po të gjitha ato pjesën e madhe, që i kom takunin, kur e takova edhe Covidin, kur e ka parashiku thash, edhe thash, s'po besoj që të jone. Edhe unë po shkuj vepër tani, kam qenë shumë i gëzuar, kam thonë që ato të mundu me rritë, mirë po më ka një mu zoti mu, edhe pandimin e Perëndisë si kisha bën, asgjë po edhe persona që i kam njoft edhe kam bisedu, kam arrit që një pjesë të madhe mi takua, edhe pse në moshë tym, ja kam marrë intervistat, edhe mi kanë thonë qysh kanë folë, gjyshi jem, kanë thonë saksisht kanë ndodhur, edhe domethënë kanë qenë shumë i kënaqur që kam vujt një pjesë tyne me i marrë ato mendimet e tij dhe thonë të tina saksisht qysh kanë thonë, edhe çaj ka qenë kënaqësia jame më e madhe, për shembull për ngjarjet këto ne kemi kaluar, ndoshta për të rit, po për moshën time edhe të tjerë që kanë qenë edhe më shumë, për shembull është një prej aty kur e kam hap librin këtu, thotë që është masakra e Varit, thotë kanë mi thirr, kanë mi thirr, me thirrë si tojna. Nuk kanë qara për pashku. Kanë me shku si qenin rësh. Edhe kjo lidhet plotësisht, për shembull Hajdini, për shembull ky plaku që kam marrë intervistën, ka qenë i lindur në 1927, ky ka qenë bashkuanik me gjyshin tim. Jo me moshën, po ka qenë edhe ky në ushtar i Turqisë. Edhe e ka thonë këto, kanë me shku si qenën. Kjo përputhet saksisht me mars edhe prill vitin 1945, kur shtabi qendror i ushtrisë Jugosllavisë merr vendim që me shtapin operativ të Kosovës, me mbledh shqiptarët tonë, me mobilizu edhe me i qu për shembull në Adriatik. Rrugtimi i shqiptarëve që kanë dekë rrugës, i kanë rraf, të gjitha, domethënë edhe i kanë masakruar vetëm që kanë lyp ujë ose bukë, për shembull Prizren, Kukës, Shkodër, edhe Tivar, saksisht përputhet për to. Kanë shku si qenë e rosh, edhe nuk kanë qare për pashku. Me të vërtet disa ky libër për javleka me lexu, ndoshta jo vetëm një herë, po shumë edhe shumë herë tjera. Po, kjo për shembull shumë gjare që tukat këto, se ne më qëtë herë, kur ka qenë Austro-Hungaria, pas Austro-Hungarisë, luftën e parë botërore, luftën e dytë botërore, është kolonizu Kosova, mos tin me gjare me sa tukë, po po them tek unë aty, janë kolonizu. Edhe gjithherë ka thonë, mos i bleni tokat e tyne. Mirë po, këtë bisedë kom dëgjuar për ai rushin që sot është gjallë, ka net me gjyshin tim, ka thonë, po shqiptarët janë bundon i biden, thot 1.000 euro i arrit 5.000 ose 10.000. Mos i bleni se qysh i kanë marrë, kanë me lënë, po na veti ja pojmë të zezin, me shpivje, ka thonë, mos bleni tokë. Ka thonë, një lopë në pash, shite e bleni pushkë. Mirë po, prapë kom orë dhe e ko që edhe në pas pushkën nuk kom me pas nevoj me luftu. Saksisht kanë do, e kanë pas, nuk kanë mujt me përdorë se lufta u kry, hyri në ato, edhe një tash që vjen gjallë, ka thonë. Ko shumë merë myshde që ka hi Turkia në luft, e ka pas një lopë, zezë, gallë, ka thonë, që ato kom ja dhonë se hajri vjen për Turkia. Pa hi Turkia në luft, hajri nuk është për neve. Ose ne thonë që kanë bombardu trupat turke në luftën e fundit, mirë po ndoshta unë për përshkuj viti 1997, nëse është e se gjithmonë ka referu trojve shqiptare, krejtë Shqipënia dhe Kosovë, edhe pse jenë domë. Po. Kur tanë Svyqeleri i trupave, këse greke, i thotë nëse heni ju atër Turqin e keni në Shqipëri, Turqin e keni aty për 5 minuta, edhe i ka largu se një forcat greke kanë hy në Shqipëri, kur kanë deshtë me marë, kur jenë bo ato hallakamat, depot, shpërthimi depove për me marë armatimin, edhe ka largu, po
Me gjithat ka thonë, kur të në Turkia luft, hajrë është për neve. Edhe këtë, i referohemi një bisede shumë interesant, duke u njës nga jo që ma bërë pyetjen me heret, qysh i ka dit, ose si kanë, ose që i kanë dëgju. Nuk i kanë dëgju për askuj, për shembull kur në odën e një monit prej Vinorësit tepër, ma ka tregu bisedën gjallit tina, thot, ishim duke nejt me Beshirin, tha dhe për i prek mustesin, thot, kom orë një vakë, që kur të vjen një adem, saksisht ka thonë kështu, i kom thonë, mërat, nuk ka thonë kështu, që të herë kam disë me thonë që në gjare tjenë, shumë e vërtet me tjenë, pas të njën i këtë kam shtu, edhe janë të shkurtra, gjysh i ka thonë kështu, edhe unë këtë kam marë dhëna që i kanë thonë njëri, që nuk i kam rrit, as nuk i kam dhonë, ndoj një gjyrim kështu letëror ose artistik, vetëm që i ka thonë, do të vjen një adem, një njeri, edhe kam e dhonë krit familje, e vetë dhe nuk kom e shku, as larkë, as nga, kom orë selameti për njërë. Me kon tjetër, saksisht të vërtetu që familja Ademi, Ljashare, e ka dhonë familjen e vetë komplet. Pra dhe këtë teme kemi prejkë paka shumë në libër, rastin e familjes Ljashare. Po, e ka thonë, po, ma shumë nuk ka thonë, mirë, po kjo është përputët vetëm me familjen Ademi Ljashare, edhe një njëri madhë, që të mund të që ke dorën, nuk ka thonë për rrugovën me emër, po këtë thot një adem. E se referohemi, adem është një njëri, mirë po, nuk ka thonë Ljashari, po saksisht përputhet me, sukur për titun, ndryshe ku emër, ndryshe tonë, jem përput plotësisht. Thot një njëri madhë e pështon Kosovën. Pra pas ka posë dhe gestikulacionin, kështu, për e ka posë se ka shprejni me ndem të një njëri madhë, sepse ajna ka shpetu prej kasaponës shumë të madhe me Serbinë, gjithëherë duke eftuar NATO-n edhe forcën ndërkombëtare që të ndërhyjnë me i shpetu masakrët që do të na bën populli serb. Cila do të thoje që është pika kulminante, ajo ndoshta ojka e librit tuaj? Pjesa preferuar, ndoshta e juaja? Po të gjitha kanë veçantinë e vetë, ojkësi me tonë se cila për kohën, se në është një farë mënyre që shumë qekë të mazi u hapë libri, po thamë edhe se ndoshta po mundohën, mi prejkë sa ma shpejt, duke mos lënë ty me pyetje, me më pyetje më shumë, merë në sa po të dane. Veti mes njerëzve. Tanë është thup askur se nxje, askonin, askur gjonë, din dinari, ka me thonë, e gjithë shka ka me kanë paroja. Edhe ta është për shamë, edhe gjithë më ka thë samba budodh, ashtë ma i meqëm. Duke vëshdirë një besed kështu, pjesën e vjenorëse në sodu në pjesën verior, atë thotë, disa plesë qabrës edhe thonë, uka dhe kjo është po, me beshin thotë, ka sodu në aty, edhe isin Gjerman duke marru këto logori që janë, tha, e pikëshyrë, tha, që pikëshyrë o bërshirë, se gjithë herë kanë thonë, kjo tash do me fojt diqka dhe flet, diqka pa lidhje, Thot, pasha zoti, mrapsht po i marrej, kanë thot logorët. Po qyrë, thot, mrapsht të bërshirë, ku përdin? Pasha zoti, thot, po i marrujnë, thot, se ka unë komu që u, thot. Edhe koma ne 3 vjetë i gjysë. Saksisht Gjermania ka ne 3 vjetë i gjysë. Edhe saksisht ka ndu. Edhe ushtorin, kam bëtë rjekë ka Gjermania, edhe ushtorët e tyne kanë mja mytë plaka. Kanë dollë, i kemë bisetat autentike, që i kam dhe gjuhë njerëzit që i tregojnë, se kanë lodhur, kanë qenë lodhur nga luftë, raskapite, se në luftë nuk është komoditet, ashtu kanë ndodhë që tha u që Gjermania dhe hupi. Da me thonë, është të rjekë, janë të rjekë trupat Gjermanë. Si e një ndje ju personalisht pas botimit të livre? Në një mënyrë jam ndje, se kom jesë një barë të ranë që më thonë ingarkes, jam shliru se me thonë dikush tjetër, jo me bo dikush tjetër, me gjithë edhe pse i kanë varë, nuk është botu, po këtu prapo them për ndije për që këton jo dikush tjetër, kur për shumë për Rusin, ka thonë që kom u shkatruë, kom u shkatruë, tha, Rusia tha të gjithë e ka shumë kryt, po më bërë bësherë, thot në për Tokio për qilë, që kërë ka thonë për aeroplana, do zojnë havo kanë me fluturu, të ishëm rëna për Tokio për qilë,
për shembull për Gorbaçovin, ai saksisht ka ndonë, e ka marrë çmimin Nobel për paqe, vitin 1991 është bërë shkatrimi i Rusisë, edhe fati jonë edhe i botës krejt është që sot Rusia nuk është ashtu superfuqi si ka qenë me shtetet që i kishte pjesë të sajna. A kemi ndonjë parashikim që ndoshta do ta shohim edhe disa vite? Po është për shembull një prej aty ka thonë mos thuni ka më bo mirë se po sa më shpejt në të bëjë që e ka njëtë se kur mirë nuk ndëgjon, ha? Po pra, vëse njeriu nuk do të mesinu vetëm të mirën pa të këqijat, ndoshta ai analizuar botën tjetër për shembull gjithmonë një se është rrit popullsia, rritet kriminaliteti, rrin një pjesë gjithherë edhe më parë ka ndodhur, po pjesë edhe më të vogla, po për shembull kjo është e mira për neve që më shumë po realizohen për shembull Rusia që e ka parashikuar gjyshe edhe i ka thonë Peshkagji ka qenë, Peshkagji ka Mehmet, ta i thëshin çka përshet, dije do më thonë Peshkagji kur nuk fiton, e kjo po nxan peshqit mbrëmje i gjumë. Bosnia ka thonë ta pijet fortit. A kena sot realitet? Bosnia edhe në Kosovë. A Kosova hoshternesër, që? A jene hoshternesër ishte, nuk ishte as turqisht, ndoshta osmanisht, jo mundu me gjithë se çdo gjë kam pas qef me ditë çat fjalë që ka përdorur turqisht ose një fjalë tjetër, domethënë që kjo përputhet me situatën që nuk jenë rahat, shifet ende se mishiru, saksisht krejt, kur pjesë të ndryshme, për shembull pjesën veriore, ende nuk është rahatu ose nuk është dhunë. Edhe këto ka parashiku, ka thonë. Kosova do s'lirohet, mirë po, kanë me morë ndurë ata që nuk ju meriturët. O dru kanë me hupë, do më thonë, është droja që kanë me hupë, mirë për e kotë fortin për mas. Ne kemi forsa ndërkombëtare, që përputhet me situatën e tanishme që nuk kemi ndoshta, kushtimisht po thëmë se nuk merrem me politikë, se ne mas 26 vite nuk kemi mujt shumë sene me i ndresh, kur të gjitha kemi fakturin njëri edhe bashkësi ndërkombëtare që në ndihmon, mirë po ne ende nuk i kemi kryti detyrat e shtëpisë tojnë me Serbin, me Vuk Kufinin edhe sovranitetin. Hyqëm ka thonë është, i thonë, a hyqëm nuk është. A kena realitet? Nuk kena, edhe pse them, i shonë është ashtu, se unë jetojnë në të pjesë, nuk ka sovranitet, ende të plot, i shonë është tash. Mirë po ka thonë, hyqëm, i thonë, hyqëm sështë. Do të bëjë tregtime njerëz, sa atëherë të ke qysh berbesher, e shojmë sot bëhat me njerëz, trafikimi i qenjeve njerëzore, i parovi i njerëzve, mirë po, më kesh ka thonë për qëllime, përfitime, amarore, i ka përshkruj. Po, pa tjetër, të gjitha problematika në të shtatë që janë shumë madhore, i pas ka, dhe më thonë, ka e këgja fokus dhe i ka paralajmëru që nga familjarët e ngushtë dhe deri tek familjarët më të lartë cilë të keni bisedu edhe më tapë gjatë shkrimit librit. Për them një bisedë që gjithherë do të me referu Kosovë, sepse Serbia gjithmonë ka pas fokusin këtu, edhe ka thonë Serbia është e mëshme. Për Mitrović gjithherë ka thonë lufta o bëhat, ka thonë lufta nuk e njësh këtu, sepse i forti për 10 dakika ka thonë hinë këtu. Pse? Sepse ka pas fokusin me e marë gjithherë Mitrovicin. Pjesën veriore asë një bombë ose një minë nuk është hedhë, sepse ka mendu që do ta merë, pa e nuk e ka njësë, po ka thonë, ajo kopjenës e gjunë luftën mbrana Kosovës. Edhe që është ka ndodhë pjesë të ndryshme, po, kurse Mitrović, mas të fundi ka thonë. Mitrovicin ka thonë e runë të fundit. So më thonë si baklave ka pas, edhe kësa këses ka ndodhë ashtu. Mirë po ka thonë Mitrovicin do të bashkohet. Kur? Allah e adjem gjithë herë ka përdur, Zoti edhem. Po kur quhni ka thonë, nuk keni me po që ato forësat tash. Sigurisht është në pyetje për ato forësat paramilitare që kanë qenë, po edhe tash kur do të bashkohet Mitrović. Se shini ju si shkrimtar gjendjen aktuale të letërsisë shqiptare, pra cilat mendon që janë ato sfidat për shkrimtarët, po ashtu dhe shkrimtarët e rinj në fakt, që po sa kanë hyrë ndoshta në këtë profesion? Kjo është
që më thonë një fush ose si një madhë shumë i madhë, më thonë një gjungë, dhe më thonë një tërsia, mirë po, one, si pas mendimi tem, të gjithë edhe njerës që janë titull me gradat lartë të shkencuare, të i referohemi sa më shumë për Ilirin, thonë me qene. Pjesë e madhe nuk e dim që Gadishut Ballkanik, nuk quhet Gadishut Ballkanik, po është Iliri. Që ka thonë Shqipnin do të ndojnë shumë vene, po komu më shku. Në 5-6 vene a mi mendojnë, edhe nuk e dim sot Ilirin, kush është, ku krejt bota fletë. Edhe tash, sidomos, kur edhe bosnjakët, edhe kroatët, edhe slovenët, po na duhet me dokumentu, ose shkrimtarët, ose dietarët e ndryshëm, sidomos janë Gjerman, Austriak, Suedez, e të tjerë, thonë që në një farë mënyre Evropa, civilizimi i Evropës fillon prej shqiptarë. Për një historinë e Iliris nuk ka përparim Evropa dhe të gjitha. Na do të më fokusu në gjërat madje me to, se çdo njeri është bibliotek në veti, që shkon, o kom arrit një gjysmë biblioteke, mini biblioteke të i marrë nga kokat e tyne dhe të i vuj për gjyshin tem. Na kem njerëz të tillë, nuk është vetëm gjyshin, po na duhet me dhon vlerën e atij njeri që është me argumente të gjithë, se çdo kohë ka njerëz të vet. Kontributin kohën që ka vepruar, për shembull, na thon gjithëherë komunizmit. Jo, na nëse referohem me argumente, me fakte, çfarë zhvillimi kemi pas në kohën derisa lufta, sakrifica, vdekje, burgosje, të gjitha kushtetutën 74-ën. Unë nuk e di ndoshta lloj fabrike që kemi pas në Kosovë. Tanë nuk i kem as të një. Të gjitha kemi shkatruar na. Kush? Na. Edhe atëherë nuk është fajti kërkon, po edhe mos ulymtimi që duhet më shpletu arkiva të ndryshme. Unë për shembull kam pyet për gjyshin tim në Turqi. Një qamil byty që është, jeton atje më ka thonë një fat, nëse nuk mundesh me marrë informacionet i tjerë se duhet me njoft osmanistën për me hulumtu. Unë referuam gjyshin tim, po edhe të gjithë të tjerat i kish apelu që nësë me undojë se na jem as 0.00 ndoshta ne nuk kemi duke shfrytzu aftësinë tonë, më referu gjërave shkencore, jo gjërave që nuk na çojnë përpara. Se gjithçka fillon prej Iliris, për njerëzve tonë kemi zgjuar, po një herë nuk janë në skenë edhe jemi të shtypur. Po dhe pak jemi demela, nuk dojmë me punu. Do të shumë punë, pak me thonë s'kam punu, kur gjë që ka është duhet me punu, për kombin edhe për njerëz të ndryshëm edhe. Pra, kjo do të ishte mesazhi juaj edhe për shkrimtarët e ri, për më fokusu ma shumë tek historia, mos me harru historinë e Iliris, pra. Po, normal për të thash Iliris, sepse jenar, për shembull, slavët e kanë formu këtu, me ditë një nxënës, për shembull, që tash me bën një temë ju në qytet, nuk më mërmendja moshës shkollës mesme, se unë jam profesor në shkollën e mesme, që mund t'jep për Ilirin me ditë më shumë. Edhe me thëmë, kur kanë slavët, kur jemi vendos të, kur jena na këtu, çdo kush në dedin historinë tonë, ose qamrin, ose për pjesë të, për shembull, Toplicën, 1874, 1875, 77, kur jenë shpërgun. Veç në bazë bjemrë në Kosovë, për shembull, me hulumtu me qindra edhe mira emra, edhe mjemra kem familjes nga Toplica, edhe në sot i referu, që quhen muhajgjer, edhe në vend. Do të shumë do të me punu. Edhe ma pak. Me që i natin do të me leon, krejt i natin do të me e pakun, pa marë për asysh, kur shosh për nga vjen, na që to kene. Edhe ndoshta si pjesë e gjithë shqiptarëve, kemi pak një fari note, edhe një kokëfortësi, më isha me thonë. Jo me posi notin me amikun që kemi me vetë-vetin e kësim kry shumë punë, mirë po duhet vetëm punë, vetëm durim. Edhe na kemi pas, na kemi taku Ibrahim Rgoa gjithmonë me durim. Edhe fjalla popullore, sabri, selametin. Kush duron, trashëgon, po na duhet që të duhet. Me punu me argument. Si nuk ka njëre argumente, flet shumë, me të ngjit, njerëz zakonisht me të mirë na, mes me pas bisin e ngjesi. Edhe burë, sa do bërë që është të tjo, më rështë e zezë atje, që aje është e me atë syje dhe me atë prizë. Po. A keni ndo një projekt të rritë që do një vazhdu me shkru, pra me kitë rritë, me kitë pasion të shkrimet, do shta në i farë zhondri tjetër? Po, unë merem e të, për shkam në shkrujmë drama, për shkam në drama shkrujmë, jem duke shkrujmë
për monografi të ndryshme, si për fshatin tim, që është kry për vjenarësin, shpejtit do tjetë në durët e fshatarëve të mi, sepse dedikohet fshatit tim. Për 1330 kam hullumtu për arkivat të ndryshme qytetit tim, edhe të Prishtinës, edhe libra të ndryshme, kur në mënyrë faktike e kam argumentuar atë që kam dashur dhe që është këndësuar, edhe ka fort bindse dhe me fakte të i qes në letër që mos mi hjek shtylla gjithkush. Po, pra me mbetë këta libra me konë të shënuar në histori, në bibliotekat, shpresoj se cilës shtëpi si në Kosovë, si në Shqipëri, si në çdo zemër të shqiptaret. Po, na do të me punu shumë si popull. Jo shumë për shembull se kjo është ndoshta një pikë ujë në veti mirë, po çdo kush ka punën në vend. Secili punën në vend. Në gjyshit prapë referuam ka thonë. Ka marrë kohë që këtë botë kanë me shku në Gjermani me punu, që më thonë shkatërot, jashtë me dojnë. Edhe ne kemi shumë fshatrat, që, do më thonë, klasa politike ka qenë orientume tjetë që me bo gjithçka mirë në qytet, duke marrë me qestit të jo parësore, a është zbrazë fshatrat. Edhe ka thonë ka marrë kohë që shumë krejt katunet kanë me shku në shehër. A kemi fakt? Po, mirë, po do të vikohë që prapë, Ljumi ai që nuk e ka shit pasurinë edhe ka këthejet. Ne kanë shku jashtë, po zbrazët, kur ne kemi vendet punës këtu, veç Gjiganit Trepqes, për shembull, 23.000 punëtor para lutit ka pas kombinatet Trepqe. E ka mojt jo vetëm Kosovën, po edhe Jugosllavit. Edhe kemi qenë faktor ndërkombëtar i pranuar edhe në një farë mënyrë garancë kredit kur ka qenë Trepqe. Edhe ish Jugoslavia ka marrë kredit sepse pasuria e Trepqes është shumë e madhe, që edhe ne nuk e dim se Serbia për Trepqen ngulit aty, se nuk thot pjesë tjera, por Trepqen, po edhe Gazivodën, apo Ujmonin, kështu që na metet me punu shumë, edhe punë. Si shëni vetëm pas disa viteve, shëni me shumë libra tjerë, me ndoshta edhe kushtuar tjerë në familje, kushtuar familjarëve tjerë, jo vetëm gjyshet. Ja, lutem, ma mirë që shtojnë, ari që shtojnë ka pak, në botë, a është me vlerë, ma mirë është një vepër, për shembull që e banë, po që ka vlerë të madhe historike, jo vetëm për gjyshin tim, po edhe të tjera që nuk do t'i kisha shpaluar tani, do të vazhdoj, për shembull se ka shumë thonje që deri me tani, jam duke i mbledh, po rastësisht duke më thonë, edhe është interesant ato që nuk i kam liber, edhe unë nuk i kam dëgju, janë duke më thonë që i ka thonë gjyshi, i jam, ata i ndriti kanë moshën 70-80 vjeqore, më thonë, ka qenë sa atë kulla, mi urt i ibrit e na, që tani nuk është, edhe ta unë i vogël një mërit, është një person aty në Mitrovic, profesor, unë një mërit, i vogël shumë, për gjyshi tim, ku më marru një sa atë kullë, Beshirit ato i ke, gjyshi jem, që kanë më munu edhe në pjesën tjetër verjuri, ku tani jo është të ndome, kështu mënyrë administrative, mirë po s'kanë me mujtë me maru edhe një satë kullë t'il, ka më bëj lufta. Aja satë kullë marua njëna, po tash mas lufta është maru njëna. Për edhe gjarët i tjera, për shambull për rrugën, thotë, ku me flajtë rahat edhe nësi des, e kom vdes, gjithë mu për referuam në folmës gjyshit, Mironi Jashari, ka që një trash, edhe ishte mështet në një pjesë të tokës atë stëmë që të në apo breg, se ka qenë i mas ka mujtë me nejtë, ullur, thotë, thotë mërë që djonë, gjyshi jëtë, thotë, ka thonë kështu, thotë, edhe nëse destë ke, këmë kanë me mitë qyqetë, që për mos më donë Kosovë me morë, thotë, nëse marruat një u dhe Evropës, që këmë e lidhë Shqipnin me Kosovën. Kur të marruat e, thotë, nuk këmë do, po nëse të marruat, do të është të dru që do, që ka thonë që e lidhë Serbin me Kosovën, Serbin-Kosovën me Shqipnin. Kjo përputet me autostradën, edhe djemë të ti në tani, për me forcu edhe ma shumë, thotë, e ke shkruri fate, e ke ditë, ta shpo, mu ka thonë, po kam, gjithmonë kam prit me argument se binëse edhe me një 2-3 njerëz me më thonë që e ka thonë kështu që
me pas... Po me qenë ta mëni fakti sigur. Po, me pas forcë dhe argument shkencor. Jo vetëm ka thonë, po spjegohet me autostradën e Komit. Zotëri Rifat, faleminderit shumë që ishit me në studio dhe besoj diskutuam gjëre gjatë për pjesë të shta pak e kemi prejkë se cilën pjesë librit edhe gjdo kujtim të mirë me gjyshin tuaj, po ashtu edhe për veprat e tua tjera edhe pasionin tënd për shkrimin. Faleminderit shumë për ftesën. Kam kënaqësi shumë që sa do pak opinionistëve, njerëzve tonë, shikuesve të televizionit juaj, ja kom ofruar një pjesë nga rrëfimit e gjyshit tim, që do t'i gjenë liber dhe mund t'a gjenë për libraritë e kryeqytetit, edhe të binden se të gjitha këto që ka thonë gjyshim para 115 viteve, të gjitha janë autentike, të cilat kanë qenë me një mosbesim, po tane të gjitha janë të prekshme. Për gjithka, për të gjitha kohët, për në Evropë, për në botë, të gjitha i ka parashiku. Edhe kanë donë të sakta, sidomos për pjesën ilirike po të Ballkanit, kanë donë të sakta, edhe për botën. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi që isha musafir në studion tuaj. Dhe ju mirëpresim prapë për çdo risi, çdo vepër tjetër. E kemi studion e hapur për se që vepër nga jo. Faleminderit shumë, me kënaqësi për ftesën nga televizioni juaj. Faleminderit shumë. Të dashur shikues, e patëm në studio zotëri Rifat Ademi, një shkrimtare cili me të vërtet ka lënë gjumë në letërsinë shqiptare me një vepër të dedikuar gjyshit, një vepër e cila me të vërtet ka parashikuar shumë ngjarje historike kombëtare, po edhe ndërkombëtare. Mos harroni të na ndiqni çdo ditë nga hëna në të premten në ora 17 dhe të na ndiqni në rrjetet tona sociale në DTV Media. E deri nesër, mirupafshim.